Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vënë në sekuestro pasuritë e Aurel Hoxhës, i akuzuar për porositjen e vrasjes së Klevis Leshit, ngjarje e ndodhur pak vite më parë në Burrel. Me urdhër të SPAK, është vënë në sekuestro preventive mbi 3 subjekte tregtare, 7 apartamente, 6 njësi tregtare, 32 autovetura, mes të cilave një Lamborghini Urus dhe një Rolls-Royce Cullinan dhe 52 llogari bankare. Këto pasuri janë në pronosi të drejt për drejt apo të tërthor të personave në nënhetim. Vlera totale e pasurive të sekuestruara sipas SPAK për llogaritë të jetë afërsisht 5 milion euro. Midis pasurive të sekuestruara është edhe lokali monopol në zonën e Myslimshyrit. Aurel Hoxha, aktualisht në kërkim nga SPAK, dyshohet si urdhërues i rrëmbimit dhe vrasjes së Klevis Leshit në gusht të vitit 2020 në Burrel, trupi të cilit u gjet rastësisht i groposur në Mamurras rreth 2 vite gjysmë pas zhdukjes. Aurel Hoxha porositi vrasjen për hakmarrje ndaj vëllait të tij Agim Hoxha, i vrarë në Britani të Madhe në vitin 2012, për të cilin u dënua me 35 vite burg. Arben Leshi, i vrarë me armë zjarri në burgun e Peqinit. Konfliktet dyshohet se nisën për çështje të trafikut të drogës.